Roli I prindit në zhvillimin emocional të fëmijëve me nevoja të veçanta ishte tema ligjëratës motivuese e cila u organizua në Deçan në kuadër të aktiviteteve gjithëpërfshirëse të komunitetit. Këto aktivitete po përkrahen edhe me dhurata të fundvitit nga zyrtarët e komunës së Deçanit dhe organizata të ndryshme jo qeveritare. Është një aktivitet shumë I veçantë dhe është kënaqësi më marr me këtë kategori. Kështu që po mundohem të gëzojmë, mundohem të argëtojmë në mënyra ndryshme. Qëllimi është që mos t'i lojmë anash kurrë këtë kategori dhe të jemi gjithmonë pranë tyne. Dhe s'është kurrë boll me bo për këtë kategori. Dita e sodit në prag të festave për fëmijët me nevoja të veçanta është shumë e qelluar, sepse fëmijët në këtë moshë nuk është ardhmja tyne. Na jemi ata që do t'i mbështesim, na jemi ata që jemi bashkë me ta që do t'i ndihmojmë deri në fund. Për trajtimin e tyre më të mirë, më të suksesshëm, lidhëm gjitha institucionet bashkë dhe ta ndihmojmë këtë strukturë të njerëzve. Jam tepër I lumtur që e keni pas idenë për me pas një aktivitet tillë. Uroj të kaloni sa më mirë për festat e fundvitit, e fatëmbarësi për gjithë juve. Dhe sinqerisht për zemër po duam të falenderoj për përkushtimin e madh që e bëni për këtë fëmijë. Shumë faleminderit. Sipas organizatorëve, krahas komunës së Deçanit, aktivitetet bamirëse për një fëmijë me aftësi ndryshe do të vazhdojnë edhe në komuna të tjera si Peja, Istogu dhe Ulqini, si dhe në bashkinë e Lezhës dhe atë të Durrësit.